Fermeri Murat Krasniqi nga Suare ka të mbjell 20 hektar tokë bujqësore të marra me qira me grur. Ndërsa thot se ky vit kishte mjaft sfida, por në fund rendimenti duket i mirë. Ky vit ka qenë shumë i vështirë, se njerë lagështia na ka mundur shumë, te kur i kemi mjell me vonesi kena mjell. Mirë po, rendimenti që tash pushijet po, rendimenti duhet me qenë mbi 5.000 kg hektare. E kom pleruar 2 herë në pranverë dhe kom pas përkatjen, plus edhe njerë i kam shku me urea lëngë dhe ushqim. Drejtori i bujqësisë në komunën e Suharekës, Armend Krasniqi, thot se fermerët kanë ndjekur këshillat e ekspertëve të bujqësisë, ndërsa varietetet e grurit i kanë zgjedhur sipas dëshirës. Fara është importuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Varietetet kryesisht janë të importuar nga Kroacia, Italia dhe vendet e ndryshme të Evropës, ku rendimentet e këtij viti, siç po shihen në teren, janë të mira dhe në shumë fermerë apo shumë ferma të cilat kemi vizituar, ky rendiment po shkon për mbi 5 ton dhe është rendiment jashtëzakonisht i kënaqshëm deri në këto momente. Për të korrur 1 hektar me grur, kompanitë kontraktore po marrin nga fermerët 130 euro, çmim ky vendosur me marrëveshje. Po si mas marrëveshjes pranarit, kompanjerit edhe komuna se ka përcaktuar për shumë 130 euro për hektar. Kemi 3 autokombaja, 2 kombaje kemi me freza se e grimin kashtën, kurse tjetra është si mas nevojë. Rendimentet se janë të mira, ka shkuar në deri 6.500 kg hektari. Edhe këtë vit, fermerët ankohen për çmimin e ulët të grurit, i cili shkon vetëm 18 cent për kilogram, për të cilin kultivuesit thonë se është i paleverdishëm. Porrja dhe shirja e grurit në Suarek pritet të përfundojë në javën e 2 të muajit korrik.